Allahu është I kënaqur me ty me një kënaqje maksimale. Miq të dashur, lejoni që t'ju rikthehem me një story shumë të bukur pas mungesës së disa ditëve për shkak të udhëtimit me një grup të bukur jashtëzakonisht të mirë për në Granada, Cordoba dhe për në Malaga. Erdhi një njeri te pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "Ja Rasulallah, kam ardhur që të pyes për diçka." Mirë po në hyrjet e tij I erdhi Gjibrili alayhis salam pejgamberit Allah duke I thonë: "Me këtë njeri është Zoti I kënaqur me një kënaqje maksimale." Wahabit I dërguari I Allahut duke pyetur: "O njeri, çka bën ti? Me çka merresh?" I tha: "Ja Rasulallah, unë jam një njeri I thjeshtë, banoj në shkret të tirë dhe merrem me devet e mia dhe me kafshët të cilët I kam." "E çfarë pune të mirë ke bën?" "Ja Rasulallah, nuk di nëse kam bën ndonjë punë të mirë, përveç se një punës për të cilën qëndroj gjithmonë në të dhe vazhdoj." E tha: "Çka është ajo punë?" I tha: "Një ditë prej ditëve më kishin humbur 2 deve dhe ecja mbas tyre derisa t'i gjej. I gjeta në një kopsht të një pasanikut, I cili kishte lidhur dhe priste që dikush të shkojë t'i marrë. Në këtë moment I thash: njeri I mirë, ndoshta ka një lëshim që devet kanë dëmtuar diçka, po në qoftë se kanë ndonjë dëmtim, më tregon, por devet janë të mijat." Përderisa ne flisnim kështu, I erdhi një fëmijë duke I thënë diçka pasanikut dhe ai ju drejtua: "Më tregoni në qoftë se është djalë që t'na ngrit krenari në shtëpisë, ose në qoftë se është vajzë që ta mbys në vend dhe ta e fus në tokë, sikur ishte zakon në kohët e arabëve të atëhershme." Unë nuk nxitova që të iki, pritja të shoh se çfarë përgjigje do t'i japin familja, ja Rasulallah, pra priste një fëmijë. Erdhën I thanë: "Ajo është vajzë." Atëherë u përgjigje: "Ajo është turpi I shtëpisë tonë dhe ajo tash do të varroset në tokë e gjallë." Mua më kput zemra dhe I thash atij njeriut: "O njeri, mbase dëshiron që këtë vajzë ta e varrosish në tokë, ma jep mua, unë do të përkujdesem për të dhe do të arriti." Njeriu më tha: "Nëse më jep këto 2 devet, ta jap." I thash: "O njeri, nga këto devet unë ushqehem, kurse ti edhe ashtu ke vendosur që ta vrasësh atë, pra mos e vra dhe ma jep mua." Insistoi njeriu që t'ja jap 2 devet dhe unë ja dhash. E mora këtë vajzë, ja Rasulallah, e rrita. Dhe përderisa ajo ushqeheshte në shtëpinë time dhe e bëja terbije dhe e edukoja ashtu sikur mendoja unë se është mirë, ajo luante mbi mjekrën time, me flokët e mia, me kërcente mbi gjoksin tim. Për aty momentit u lakmova aq shumë në edukimin e vajzave, sa që fillova t'i pyes njerëzit kush prej tyre e vret vajzën e tij me qëllim që të shkojë që ta marrë dhe në qofse ishte me pagesë. Dhe të them të drejtën, kjo është ajo puna për të cilën merrem ose jam marrë. I dashuri I Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "O njeri, e sa vajza ke shpëtuar kështu nga vdekja?" Tha: 300, ja Rasulallah. Nuk ka më bukur dhe më bereqet në një shtëpi se sa tërbia dhe edukimi I vajzave në të. E pejgamberi Allahut I ka lëvduar shtëpijet në të cilat ka vajza, se në të Allahu e shton bereqetin. Miq të dashur, duani fëmijët e juaj, qofshin vëllezër apo motra, qofshin djem apo vajza. E pejgamberi Allahut vetëm një personi I është ngritur në këmbë kur ka ardhur për vizitë, edhe ajo ka qenë bia e tij Fatimja. Ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe me bereqet.